A jemi afër fundit të një prej problemeve më të mëdha të makinave elektrike, po flas për atë ankthin e famshëm të autonomisë dhe pritjet e pafundme në pikat e karikimit. E po, duket se gjërat po ndryshojnë, dhe kjo fal një inovacionin nga BYD. Le t'i hedhim një sy më nga afër. 9 minuta. Mbajeni mend këtë shifër. Kaq. Vetëm 9 minuta. Kjo është koha, të paktën sipas BYD, që i duhet baterisë re Blade 2.0 për të shkuar nga 10% deri në 97%. Po, e dëgjuat mirë, praktikisht një karikim i plot në kohën që na duhet për të porositur dhe pirë një kafe. Tani, për të kuptuar sa e madhe është kjo gjë, le ta krahasojmë pak. Sot një karikim i shpejt do të thotë çfarë? Rreth 20, ndoshta 30 minuta për të arritur në 80%. Kurse BYD po na thot, hey, ne e bëjmë për më pak se 10 minuta dhe shkojmë deri në 97%. Kjo e ndryshon totalisht lojën, po flasim për një kohë karikimi që i afrohet shumë kohës që na duhet për të mbushur makinën me benzinë. Pyetja është si ja dalin? Si është e mundur kjo gjë që duket pothuajse e pabesueshme? Mirë, tani do të hyjmë në thelb dhe do të zbërthejmë saktësisht se si BYD po pretendon se ka arritur këtë hap gjigant teknologjik. Sekreti këtu nuk është vetëm një gjë e vetme, është një kombinim i fuqishëm i dy elementeve kryesor, një dizajn strukturor tërësisht i ri dhe një përmirësim thelbësor në kiminë e vetë baterisë. Për të kuptuar ristin, duhet të shohim si funksionon metoda e vjetër. Shumica e paketave të baterive sot ndërtohen me hapa. Fillojnë me qeliza të vogla, individuale. Këto qeliza më pas grupohen në bloqe më të mëdha që quhen module. Pastaj, këto module vendosen bashkë për të krijuar paketën finale. E kuptoni ku është problemi. Çdo modul ka mbështjellësin e vet, kablot e veta, shton peshë, kompleksitet dhe më e keqja çon dëm shumë hapësirë të vlefshme. Dhe pikërisht këtu shkëlqen ideja e BYD. Ishte një ide në thelbe thjesht, por absolutisht transformuese. Thjesht hiqe ndërmjetësin. Dhe ja ku është mënyra e re, mënyra Blades. Në vend të atyre moduleve të rënda, dizajni i ri përdor qeliza shumë të gjata në formë tehu, që vendosen drejt për drejt në paketën e baterisë. Pa module, qelizat mund të vendosen shumë ngjitur me njëra tjetrën. Kjo do të thotë më shumë material aktiv, pra më shumë energji në të njëjtin volum. Efikasitet maksimal. Tani, pjesa e dytë e magjisë është kimia. Bateria Blade 2.0 përdor diçka që quhet LMFP, që do të thotë fosfat litiumi mangan ekuri. Duke shtuar manganin në recetën standarde të baterive LFP, ata arrin të rrisin voltazhin. E them thjesht, kjo jep baterisë një shtysë më të madhe, duke rritur densitetin e energjisë me 15 deri në 20%. Dhe më e mira, e bëjnë këtë pa pasur nevojë për materiale të shtrenjta si nikeli apo kobalti. Dhe shifrat flasin vet. Shikoni këtu kërcimin. Densiteti i energjisë shkon nga 140 deri afër 210 watt për kilogram, një rritje e madhe. Jetë gjatësia, nga 3000 cikle karikimi në mbi 4000. Por ajo që është vërtet mbreslënse është performanca në të ftohtë. Tani, bateria ruan mbi 85% të kapacitetit, edhe në minus 20 gradë Celsius. Kjo është një pikë e dobët historike e baterive LFP, e cila duket se është zgjidhur. Mirë, deri tani gjithçka tingëllon fantastike. Ndoshta shumë fantastike. Kështu që le të bëjmë avokatin e djallit për një moment dhe të pyesim. A ka ndonjë hele këtu? Ku është kleçka? E po, sigurisht që ka disa kushte. Për të arritur ato shpejtësi më rramentë se karikimi, nuk mjafton vetëm bateria. Së pari, duhen karikuesit super të fuqishëm flash të BYD. Së dyti, bateria duhet jetë e ngrohtë, ose, siç thuhet teknikisht, e parakondicionuar. Gjithashtu kjo infrastrukturë për momentin gjendet kryesisht në Kinë. Dhe po, moti i ftohtë ende ka një ndikim, edhe pse shumë më të vogël se më parë. Megjithatë, një lajm shumë i mirë është siguria. Kjo bateri i ka kaluar testet më ekstreme, madje edhe testin e famshëm të shpimit me gozhd ndërkohë që ishte duke u karikuar. Kjo na sjell te një tjetër pikë pyetje e rëndësishme. Ai dizajni nga qeliza në paket është shumë efikas për hapësirën, po për riparimet? Çfarë ndodh nëse dëmtohet vetëm një qelizë? Duke qenë se çdo gjë është e integruar kaq fort, a mund të jetë riparimi më i komplikuar dhe më i kushtueshëm se sa thjesht të ndërrosh një modul të vjetër? Kjo mbetet për tu parë. Por prizni, sepse BYD nuk është vetëm në këtë garë. Një tjetër gjigant kinez, Geely, sapo ka nxjerrë rivalin e vet, baterinë Golden Brick 2.0. Pra, siç duket, lufta e baterive sapo është ndezur për mirë.
Dhe kur i vendosim kokë me kokë, betejë është shumë e ashpër. Densiteti i qelizave, pothuajse identik. Jetëgjatësia, shumë e afërt. Koha e karikimit nga 10 në 80%, të dyja pretendojnë rreth 7 minuta. Interesante është se Gili pretendon një shfrytëzim më të mirë të hapësirës, 82%, krahasuar me 75% të BYD. Kjo do të thotë se ata mund të fusin pak më shumë energji në të njëjtin volum. Gara është e hapur. Tani një sqarim i rëndësishëm. Kur flasim për Blade 2.0, në fakt po flasim për dy versione të ndryshme. Kemi Long Blade, e cila është optimizuar për autonominë maksimale dhe arrin atë densitetin më të lartë, prej 210 Wh për kilogram. Pastaj kemi Short Blade, e cila është projektuar posaçërisht për karikim ultra të shpejt, por ka një densitet pak më të ulët. Pra duhet të kemi parasysh se nuk i marrim të dyja, autonominë maksimale dhe karikimin më të shpejt nga e njëjta bateri. Në rregull, le të bëjmë një hap pas nga të gjitha këto detaje teknike dhe të shohim pamjen e madhe. Pse ka kaq shumë rëndësi kjo garë teknologjike? Çfarë do të thotë për të ardhmen e makinave elektrike? Ajo që po shohim të ndodh është një specializim i tregut. Bateritë e bazuara në hekur si LFP dhe LMFP po bëhen gjithnjë më të mira. Ato janë më të lira, më të sigurta dhe kanë jetëgjatësi më të madhe. Pritet që ato të dominojnë rreth 70% të tregut, pra makinat e përditshme, ndërkohë, bateritë më të shtrenjta me nikel dhe kobalt, si NMC, do të përdoren kryesisht për makinat premium dhe ato me performancë të lartë. Por, siç e tham, BYD nuk po ndërton vetëm një bateri. Ata po ndërtojnë një ekosistem të tërë. Plani i tyre për të ndërtuar rrjetin e karikuesve flash në Kinë është tepër agresiv. Ata synojnë të kalojnë nga rreth 4.000 stacione në fillim të vitit 2026 në plot 20.000 deri në fund të këtij viti. Kjo është një rritje masive. Dhe kjo na çon te një përfundim kyç. Mund të kesh baterinë më të mirë në botë, por potenciali i saj i plot varet tërësisht nga infrastruktura e karikimit. Bateria dhe karikuesi duhet të ecin krah për krah, duhet të evolojnë së bashku. Për ta përmbyllur, ka një shprehje që kap thelbin e gjithë kësaj situate në mënyrë perfekte. Shtylla e portës nuk u zhvendos thjesht, ajo u zhvendos në një stadium krejtësisht tjetër. Këto zhvillime nuk janë thjesht përmirësime të vogla, ato po e ndryshojnë rrënjësisht lojën për të ardhmen e makinave elektrike. Pyetja e madhe që mbetet tani është sa shpejt do ta shohim këtë stadium të ri të ndërtohet edhe në pjesën tjetër të botës.